Elon Musk ka ndezur rrjeti me një deklaratë befasuese ndaj Donald Trump duke akuzuar hapur se ndodhet në dosjet e famshme të Jeffrey Epstein dhe se ka fshehur informacione për këtë gjë nga publiku amerikan. Është koha të hedhin bombën e madhe, shkruan Musk në platformën X. Donald Trump është në dosjet e Epstein. Kjo është arsye e vërtet pse ato nuk janë bërë publike. Ky sulmi drejt për drejt vjen pas një përplasje disa orëshe mes dy miliarderëve që duke se po kalon përtej përplasjes politike. Emri Trump ka dalë më herët në sipërfaqe për lidhjet me Epstein, financierin e pasur, i cili u arrestua në vitin 2019 për trafik seksual të miturve dhe ndërroi jetë në burg në rrethana të dyshimta që shkaktuan teori të shumta konspirative. Ai kishte një rreth të gjerë miq të fuqishëm, përfshirë figura politike, miliarder e madje edhe antar të familjeve mbretërore. Epstein dhe Trump janë parë në evente të përbashkëta në vitet 90 dhe emri i Trump është përfshirë në të ashtu quajturin libër të zi të kontakteve të Epstein, por pa prova direkte të përfshirjes në krimet e tij. Deklarata e Musk ka rizgjuar debate mbi dosje që FBI dhe institucionet të tjera i mbajnë ende të mbyllura për publikun, ndërsa shumë pyesin kush tjetër ndodhet në to.